Kur unë kom njoftu këto, ke ka qenë aq e bukur Skënderaj, si me vozit sot privat jet. Shumë faleminderit. Ne jemi tërë ditën bashkë, ne jemi në punë bashkë, të shtëpia bashkë, do më thojnë ndihmojmë njëri tjetrit. E kemi një film të vogël, punojmë bashkë. Punë shumë mirë, ka herë është mirë, po ka herë është edhe pak të prisë. Kam shëtis në zyre. Ka punë të shtëpisë, a ndihmon diçka? Po, kur të ka kohë, më ndihmon. Për shembull? Po, zakonisht ka qef me po sallata. Shumë sallata, zari preferon jakona edhe kështu. Që sa viti në Gjermani jeni? Që sa? Unë 45 vite. Po, që ashtu e 98 ka marrë në Gjermani. Shumë, a? Po, vëlla. A ka qenë periudhë që këto vite 3 dekada me thënë vështira kur vetë? Po, së kanë edhe qaq vështirë. Jo, se vim shpesh, vizitojmë Kosovën, kështu që nuk është vështirë. Shështë jeta në vend të zhvilluar, shështë Gjermania? Po Gjermania është vështirë, do të me punu shumë ditë na do të me punu, për me pas një jetë më të mirë, për me mujtë marrë ma shpesh në Kosovë, me vizitu familjarët. Nuk është edhe e lehtë. Do të me punu shumë. Familjen a keni këtu? Jo. Unë i kam prind këtu, babën e kam, kurse burri krejt atje jemi. Ma vështirë e patë. Po unë e kam pak ma vështirë, po vi shpesh i vizitoj, kështu që nuk e ndijat mungesën. Lëmë se për prind nuk është kur shumë. Jo, vëlla, do të me bo shumë. Për prind nuk është kur shumë. Unë ka pak qytet kanë dëshirë një pyet, njojet si kanë pasur. Si një njohet? Njojet. Shumë interesant. A të bëni pak, po shorta unë shlimë. Jo, vëlla, unë që shoku të të regon mami. Vjollca ka banu ofër halës time, edhe në visha në atë kohë në vitet 90, visha shpesh në Kosovë, edhe aty jemi njoftu. Po du me të kalëzu një sen interesant. Kur unë kom njoftu këto, ke ka qenë aq e bukur Skënderaj, si me vozit sot privat jet. Shumë faleminderit. A merë shumë projekte të këtë tema, a merë komplimente shumë? Po, marë. Po, vëlla, marë shumë, gjdo dit. Ashtu, realitet. Realitet. A ma mirë se marë prej pashorit komplimente. S'ka ma mirë. Gjë shumë e mirë. E meritan. Merita. S'ka fjallë. Gjë shumë e mirë, unë më vje mirë të ka qëllë të japë dashuri që dorojnë dashuri. Qashtu është. Më gjëmë të vërë dhe mu. Faleminderit. Faleminderit. Sa të regoj pashorit jemi, e Drenicës apo? Po, prejardhjen për Drenicë. Ne se prejardhjen nga vushtëria kena, po jetën edhe rinin e kam kalu mos shumë të Drenicë. Juve? Ne jem ka fshat me emër, Poluzha. Me emër, s'ka. Taman është trima. Taman. Unë e di që Shaban Poluzha ka qenë një pi trima, mas shumë të që hala e mjoj. Krejt Kosova ka trima. Gjdo konë, pola, gjdo konë. Ne jem një vend i vogël, krejt Kosova ka trima. Ujna pak të pjesa e qifteve, Abdurrahman, sa i ndihmon bashkëshortës? Shumë i ndihmoj. Ato hallat se Shumë i ndihmoj. ma shumë, ka ngarkesa ma shumë. Ne jemi tërë ditën bashkë, ne jemi në punë bashkë, të shtëpia bashkë, do më thojnë ndihmojmë njëri tjetrit. E kemi një film të vogël, punojmë bashkë. Ato, shoqja punon në zyre, unë punoj pak herë jashtë, herë në zyre. Edhe punën bashkë e kini, a? Punën shumë mirë, ka herë është mirë, po ka herë është edhe pak të prisë. Kam shëtis në zyre. A është e vështirë? Ja. I përballajt e gjitha, mirë është, po, shumë mirë është. Andërkon sa i kushton një kohë një tjetëri? Ma që është jeta dinamike, vështirë? Shumë i kushtojmë, shumë këshirë me morë kohë, shpesh vim Kosovë, 7-8 herë vim Kosovë, ishim para 3 jave këtu, banojmë këtu në Veternik, në Prishtinë, shumë. Marrë shumë kohë, fëmija janë rritë, jemi bu gjyshër 2 herë. Po, gjyshër, po, panderit shumë. S'ka ma mirë. Për para nuk jemi pas edhe qatë shumë kohë, për mjë kushtu fëmive tonë, tash kur e shoh, e ndijat njën shumë të madhe, knatësi, kur gjysh bëhesh, ki kohë, ma shumë, i kushtan një pavë mesa, kështu që shumë mirë, shumë knatësi. Ashtë shumë interesant, ashtë tjerë nitë dhe gjysh po vje dhe një lonë gjitha fund. Se për kora nuk i kalon, tash si të vjen me një herë, ajo është shumë mirë. Kjo dash një për ju, besoj që si ka shumë tina, si ka ra, si ka ra një pa të fëmijët, kalon atë pak të? Jo, se ndi ato, kërkon. Se tojnë me kalimin e viteve? Jo.
Po shumë interesant, sa ma shumë që po plakme, Aq më shumë. qaq ma shumë po e du. Ka që më mirë. Si e vendoni jetën tani me qetërin. Valla nuk muj më të përshkrua ashtë, s'muj. Shumë kalojna mirë, kuptohemi, ajo është më rëndësi që ka ku mirë kuptin dëri njeri tjetrit, ajo është numë ne. Ka punë të shpisa, ndihmon diçka? Po, kur të ka kohë, më ndihmon. Ndihmon për shembull. Po, zakonisht ka qef me po salata. Shumë salata, zari preferon jakona edhe kështu. Edhe për atë arsye i bon, ha? Diçka tjetër? Tjerat, ndihmon bashkë, kur gatujmë, kur të bojmë gjella, po pika më e mira është gjellën e bën shumë mirë. Gjellën gjellë ka ma të preferu, nëse më duket të Po s'di shka me thonë gjitha, po. Ka ma mirë, me ndihmuni i tjetrit. Po. E që të na, pak i ndihmojnë burat grave. Po më varet tash edhe kur t'janë edhe ngarkum, po është mentalitetit e na shqiptar. Se pa i më bënë që se të regojnë në shakrit i kam në vëzë, ja, ka po gruja. Kur unë jam martu, e kena pasën ka tërë atë një farë bacenërizë. Edhe po më thëtë, apo më trego diçka drejt, apo në gë gruja. E thashë në dëgjë basarisë, unë i këmë thonë, kur shkojmë Kosovë, 2 javë ditë, në gëmë veçën që ka thamë. E kur shkojmë atje, unë baj që ka thoshte. Po të kesa durata, i bërë durata hala? Po bojna, po. Ma shumë tash për mesa, për nipa, për neve të vogla. Jo shumë me rëndësi dhurata për mua. Ha? Që ka po durata, Po, me rëndësi nuk është shumë dhuratat për mua. Më pëlqejnë këto që njerëzit tregojnë shumë me dhurata. A në që ka një herë dhuratat i bëjnë vetëm ashtu që duhet një bo dhurat, po që jo dashurin do Diçka të vogël kështu. Diçka të vogël. Nuk është. Për mu dhuratat nuk kanë shumë rëndësi. Nuk e di, vetë jam qasi personin, nuk kanë rëndësi shumë dhuratat. Ma dhurat është, po, ajo është e vërtet. Dhuratat nuk kanë rëndësi, ajo është si një lloj që ta dhuron dikush një dhurat, po për mu nuk kanë shumë rëndësi. A dhurat që ka qenë një ngjarje më interesante që 3 dekada keni kalu bashkë ju në jetën tuaj, që sot e kujtoni hala me ende kështu se harroni, si çift që ka ndodhur. Që si ti ndoshta. Që mund të mendoj që është personale shumë. Po. Gjonë gëzimit po mendon apo si? Gëzimit gjitha. Po djali, vajza, për mu ka shumë e veçantë kur jemi bu gjysh për herë të parë. Aja ka qenë shumë e veçantë. Kemi pas edhe illnime, mërzia, ishte lufta, nuk dishëm, Jolca nuk di asgjë për familje. Skënderaj ishte në atë kohë, ishte të merë. Po ka pas të mira dhe të këqija. Kjo është jeta. Jeta me sakrifica. Kështu është, mu mas shumë të e kam dijat mungesën kër kam ardhur në Gjermani në vitin 98, atëherë ka qenë lufta dhe ka qenë aeroplani i fundit kër kam marrë në Gjermani. U kanë luft, prindrit tani mbeten këto, s'disha se ku kanë shku, ku kanë me gjatë luftës, motrat, vllazërit, krejt, kështu që kam shku atje, kam gjetë familjen e dytë, familjen e bashkëshortit, më kanë dhënë për krahje, më kanë ndihmu çdo aspekt. Edhe kështu ashtu se kam di shumë atë mungesën, se kam pas për krahjen pej familjes bashkëshortit. Që e mirë shumë kjo, ma në funda duhet kush e përkrah familjen e burrave. Ajo është shumë e vërtet. Kemi shumë konflikte mes shifteve. Po, ajo... Se këto po ndodhin. A ka i pa e burat apo gratë? Më doj nga dyon. Unë mendoj se rinia do t'jetë e lirë. Do t'jetë e lirë. Ka kaluar e koha kur ka nusja dhe u duhet me bon çfarë thojnë familja. Si rop, po, ashtu e tash është një kohë tjetër. Unë mendoj se gruaja është krah i djathtë i burrit dhe shtylla e shtëpisë. Këtë meritat, një burr i fortë pa një gru të fortë, ose një burr i suksesshëm pa një gru të fortë, s'besoj, pa përkrahjen e familjes, nuk mundet me arrit asgjë. Çfarë shifti mrekullueshëm, çka më thon? Inshallah e keni jetën e gjatë bashkë, jetoni ashtu deri në frymën e fundit bashkë. Faleminderit. Ka një mesazh për Smirçon fond për gjithë çifteve. Qysh është ajo formula për me kalu mirë si ju, gjithë çifteve? Donë sa më shumë shoqëshojnë. Po. Keni sa më sinqert, edhe kaloni sa më bukur edhe leni fjalë se çka thonë tjerë.
Mesazhi juve? Mesazhi im është çashtu qysh ta bashorti, doni mas shumë ti njëri tjetrin, ajo është gjëja më e bukur në jetë. Me dashuri shkon gjithçka kalohet. Kështu që ta të themet, leni anash, mos u merrni me gjërat kota, po me gjërat që ja vlen edhe të çojmë përpara. Çdo njeri kështu është më e bukur në jetë. Jo, ne ju përshëndes, ju uroj më të mirat edhe një herë. Faleminderit shumë. Ka si shumë të takom.